Konstituimi I kuvendit dje u pamundësua sepse partitë opozitare PDK, LDK, Lista Sërbe dhe AK nuk votuan për verifikimin e mandateve të tyre si deputet. Në thelb, ata që nuk pranuan që formalisht ta marrin mandatin e deputetit, po kërkojnë nga unë që formalisht të mos jem kryeministër. Qeveria jonë, ky kabinet qeveritar, është në detyrë dhe efektivisht I dërhequr që nga 23 marsi I këtij viti, kur edhe e kemi përmbushur mandatin e rregullt dhe të plot 4 vjeçar. Nga ajo ditë e deri në zgjedhjen e qeverisë së re nga legjislatura e 9 e Kuvendit të Republikës Kosovës, qeveria jonë ushtron të gjitha përgjegjësitë që I takojnë pushtetit ekzekutiv në përputhje me legjislacionin në fuqi. Kjo e vendos qeverinë në një rol kujdestar për të garantuar vazhdimsinë, sigurinë dhe funksionimin e pandërprerë të shtetit tonë në zbatim të Kushtetutës dhe ligjeve të Republikës. Krahas përmbushjes së mandatit të plot qeverisës, që na vën një rol kujdestar deri në formimin e qeverisë së re, unë në emër të kabinetit qeveritar dje jam drejtuar Kuvendit të Republikës sonë me një letër përmes së cilës e kam njoftuar për statusin e qeverisë sonë pas datës 23 mars 2025 dhe për dërheqjen time nga posti ekzekutiv, veçse efektiv nga ajo datë dhe sipas kushtetutës dhe ligjeve në fuqi. Ka e parë shqyrtimi I propozim vendimit për aprovimin e ekstrakteve të procesverbaleve dhe si fitues të padiskutueshëm të zgjedhjeve të 9 shkurtit 2025, jemi shumë të interesuar që të ecim përpara drejt formimit të institucioneve të legjislaturës së 9 dhe atë sa më parë menjëherë. Si qeveri në detyrë, jemi shumë të vëmendshëm dhe të përgjegjshëm që të mos lejojmë vakum institucional, jo për një ditë, jo për një orë, por as për një minutë të vetëm. Efektiv nga ajo datë dhe sipas kushtetutës dhe ligjeve në fuqi.